Përshëndetje miq, mirë se jemi sërish në kjo është koha erdhi momenti jemi sërish bashkë dhe do të flasim në takim të radhës mbi të shkuarën tonë, mbi agjërimin e dikurshëm, mbi Ramazanin e dikurshëm. Si kanë agjëruar shqiptarët së paku një shekull më herët, si ka qenë atmosfera e Ramazanit, si janë gjallëruar sofrat e tyre, si ka qenë gjithashtu dhe ndërveprimi mes tyre, si është kristalizuar bujaria, solidariteti, po dhe festa dhe gëzimi. Për gjitha këto unë kam derën dhe kënaqësinë që sot kemi një historian i cili her pas here gjen kohë për të na qerasur, nëse mund të themi kështu, me këto xhevaire të shkuarës tonë, të cilat janë shumë të veçanta kur lexohen në këtë muaj të bekat të Ramazanit. Jam në studio me Hasan Bellon, historian i njohur. Mirë se vini. Mirë se u gjeta. Nëse flasim pak për agjërimin për Ramazanin tek shqiptarët, duke i referuar së paku viteve 20 edhe më herët, pasi kuptohet që me luftën e parë dhe luftën e dytë botërore, çdo shoqëri u tron ditë, pastaj me ardhen e komunizmit, shumë tradita u fshin. Si mund ta ripikturojmë Tiranën e dikurshme, nëse mund të themi kështu, në një muaj Ramazani? Atëherë duhet kemi parasysh që para një shekulli shoqëria shqiptare, por edhe çdo shoqëri edhe në Perëndim ka qenë shumë më religjioze se është sot, për arsye që i përmendet pak a shumë. Unë jam referuar shpesh herë dokumentave arkivore, për shembull Fondit Komitetit Musliman Shqiptar, Komitetit Bektashian apo të tarikateve, dhe ku kam arritur të nxjerr disa deduksione lidhur me mënyrën se si muslimanët shqiptar e perceptonin dhe e organizonin muajin e Ramazanit para 100 vjetësh pak a shumë. Sigurisht që ka pas janë kështu protokollare zyrtare që fillimisht ishte kryetari i Komitetit Musliman, i cili me anë të 2 ose 3 teologëve konfirmonte duke parë hënën që filloi muaji i Ramazanit. Pra pritej hëna e Ramazanit të shifte vizualisht, pra kishte një komision i cili një komision posaçëm shifte hënën. Dhe ky komision sigurisht që vendoste së bashku me kryetarin e Komitetit Musliman që t'ia komunikonte këtë detaj institucioneve shtetërore. Ministrisë Drejtësisë, nga të cilat vareshin komunitetet fetare në vitet 20-30. Sigurisht që Ministria e Drejtësisë ose shteti i asaj periudhe, pavarësisht se mbante një qendrim kështu sekularist, por përsëri i respektonte komunitetet fetare dhe Komunitetin Musliman, sepse ishte komuniteti më i madh në atë periudhë. Merrte masa për ndriçimin e rrugëve, pastrimin e objekteve përpara xhamive ose trotuarëve, rrugëve që kishte në atë kohë. Ndishte edhe një praktik tjetër që për muslimanët ose për nënpunësit e shtetit shkurtonte orarin zyrtar. Pra, çdo musliman kishte drejt punonte nga mëngjesi, për shembull nga ora 9 deri nga ora 1 ose 1:30 e drekës. Pra, në një farë mënyrë ndryshonte i gjithë ritmi i organizimit edhe shtetëror. Pra, jo vetëm në rrafshin individual dhe familjar, por se edhe në rrafshin shtetëror kishte një përshtatje dhe një ndryshim. Po, kishte një përshtatje, pra kishte një respekt më tepër, sepse duhet kemi parasysh që Komiteti Musliman Shqiptar në vitet 20-30 edhe më përpara sigurisht ka dhënë një kontribut të rëndësishëm për konsolidimin e institucioneve kombëtare shtetërore. Pra shteti i asaj periudhe, klerikët dhe Komiteti Musliman e shikonte si një aleat shumë të rëndësishëm për mbarvajtjen e jetës shtetërore. Pra. Një pjesë për tyre ka qenë edhe themelues së shtetit parë shqiptar dhe po themi edhe kontribues në vijim, pra ishte e tyre në një farë mënyrë. Patjetër që ishte e tyre. Për këtë arsye, pra politikanët e kohës, drejtuesit e kohës përpiqeshin që të respektonin pra këtë sensibilitetin e muslimanëve që agjëronin. Ky ishte një aspekt. Nga ana tjetër, një detaj i rëndësishëm është që nata e Kadrit ishte pushim zyrtar për shtetin shqiptar, pra bënte pjesë të festat fetare që ishin pushim zyrtar. Edhe kjo për të respektuar prap Komunitetin Musliman dhe besimtarët musliman të atyre viteve. Pra kjo ishte ana protokollare e Ramazanit në vitet 20-30. Pastaj, sigurisht që Komiteti Musliman dhe besimtarët kishin edhe një organizim të vetin, pak a shumë, kështu në çdo xhami të Tiranës apo të qyteteve kryesore në Shqipëri, klerikët mbanin ligjërata, kryesisht komente mbi Kuranin e shenjtë, pra tefsirin. Këtu merrnin pjesë teologët më të afirmuar të atyre viteve, sidomos në kryeqytet në Tiranë, sepse do të dimë që në atë periudhë kemi pas disa teologë shumë të rëndësishëm, shumë formuar për sa i përket tefsirit të Kuranit. Ata interpretimin e Kuranit kanë botuar disa vepra, megjithëse nuk kanë botuar aq sa dinin,
Për mendimin tim ata kanë pas një kapacitet shumë më të madh në raport me atë që kanë lënë. Pra kanë qenë modest në kontributin e tyre. Mendonin që do vinë disa breza të tjerë më të afirmuar, më të shkolluar sa ne për të shkruar, por sipas disa studiusëve që janë marrë me komentimin e Kuranit, pra kanë mbrojtur edhe tezat doktorate jashtë Shqipërisë, kanë arritur në konkluzionin që këto libra, këto komente të Kuranit që janë botuar në ato vite, kanë disa mënyra interpretimi të veçanta dhe me kontribut në fushën e tefsirit. Interpretime autentike, po themi, të cilat reflektojnë ndoshta dhe shqetësimin e kohës dhe nevojat e kohës. Pra ishte një përgjigje e shoqërisë shqiptare me Kuranin. Që sillte shekulli 20, jo vetëm për shqiptarë, por për mbar njerëzimin, sepse duhet të kemi parasysh që në atë periudhë është kulmi i sekularizmit, pra i shtetit sekularist laik, dhe këta përpiqeshin që ti përgjigjeshin këtyre sfidave që sillte koha me një riinterpretim të Kuranit, pra ajeteve të shenjta. Këto veçonit nga, po themi, nga këto figura të cilat kanë qenë në informim, pra ndoshta kanë qenë më të mëdhenj se vetë koha, nëse mund të themi kështu. Atëherë do ta nis me Haxhi Bedibrën, i cili edhe i ka lënë disa pjesë komente të Kuranit tek Zani i Nalt, me sa diun janë përmbledhur më pas ditët e sotme. Ai ka qenë një personalitet shumë i rëndësishëm i klerit musliman shqiptar, jo vetëm në aspektin kombëtar, sepse njihet roli i tij edhe në Kongresin e Dibrës, në shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë, ku i ka mbajtur detyrën e kryetarit të Senatit në qeverinë e Vlorës, por sidomos ka pas një formim brillant në fushën e tefsirit. Pra ka qenë një autoritet jo vetëm si themi patriotik, por edhe fushën e teologjisë. Pra edhe shtetformues, edhe po themi advetar, edhe patriot, edhe i guximshëm, por se edhe i mençur, po thoni ju. Shumë i ditur, shumë autoritar, edhe në fushën e vet. Pastaj vjen një figurë tjetër si Hafiz Ali Korça, i cili ka lënë një vepër shumë të rëndësishme, pra prej disa vëllimesh, disa prej tyre i përkasin edhe fushës së komentimit të Kuranit, tefsirit, edhe i ka interpretime shumë origjinale, në raport me kohën, por edhe me ditën e sotme. Një figurë tjetër është Hafiz Ibrahim Dalliu. Edhe ky ka disa përkthime dhe komentime të Kuranit në gjuhën shqipe, por Ismet Dibra dhe disa teologë që i përkisin brezit të ri, pra që u formuan vitet 20-30 edhe brenda Shqipërisë, pra në medresën e përgjithshme të Tiranës. Edhe këta kanë pjesësa të komentimit të Kuranit të botuar në periodikët e kohës, që Zani i Nalt apo revista të tjera të kohës, Njeriu e tjerë, të cilat janë shumë origjinale për sa i përket fushës së komentimit të Kuranit. Sigurisht, unë nuk jam teolog, por i shikoj nga këndvështrimi një lexuesi të pasionuar, pra i vlerësojnë këtë aspekt. Pra, po themi kishin aty shqetësimin po themi reflektonin shqetësimin e shoqërisë së vet, e kohës së vet, pra ishin një përgjigje asaj se çfarë shqetësonte dhe si mund të orientohej, po themi shoqëria drejt vlerave dhe virtyteve më të mira, po themi shqiptar të asaj kohe. Pra, kjo bënte diferencën sepse interpretues të Kuranit në botë ka po themi pafund si numër. Të veçantë në këtë aspekt duket sikur shqetësimi dhe lidhja me problematikat e vendit ndoshta bënte atë që edhe sot ndoshta mund të lexohen me endje. Po, sepse pra duhet të kemi parasysh që në atë periudhë ka pas disa smundje sociale siç ka sot disa të tjera. Dhe çdo ilaç ndryshon doza e ilaçit në varësi të problematikës që ka shoqëria apo individi. Prandaj themun që komentimi i këtyre autorëve është i veçantë sepse është në raport me nevojat që shoqëria shqiptare kishte në ato vite. Sepse duhet të kemi parasysh që në atë periudhë ka pasur një val ateizmi. Pra, një pjesë intelektualëve shqiptar, të rinjve shqiptar që shkolloheshin edhe në Perëndim, vinin këtu me një frym ateiste, pra, të cilët e shikonin fenë si një faktor që kishte ndikuar në përmbajtjen e kombit shqiptar. Dhe disa nga këta kanë polemizuar me fjalë me këta të rinj intelektual, duke argumentuar që feja islame nuk është faktor pengues, por përkundërzi ka luajtur një rol integrues të kombit shqiptar. Një nga këta është Hafiz Ali Kraja, i cili ka një broshurë, a duhet feja, pengon ai bashkimin kombëtar? Pra kështu që titullohet kjo broshurë, është ribotuar edhe nga vitet 2010 në Shqipëri. Hafiz Ali Kraja aty argumenton si një sociolog, si një filozof, parashton gjithë faktet, argumentet që feja islame nuk është se ka luajtur një rol pengues për sa i përket shqiptarëve, por përkundrazi ka ndikuar që kombi shqiptar të arrijë një unitet, një integrim të brendshëm.
Pra ka patur një debat publik nëse mund të Debat themi, publik. ajo që ne ndoshta e shohim si të re, Madje këtë çështjen e mediatik mund themi, islamofobisë, sepse duket sikur pas ka ekzistuar së paku një shekull i parë dhe pas ka marrë përgjigje shumë të, po themi, shumë të kualifikuar dhe shumë të fishme. Patjetër, madje mund të vjen keq që një figurë si Hafiz Ali Karaja ka shkruar aq pak sepse edhe ka qenë një potencial. Pra kjo broshura është një traktat sociologjik ose filozofik për sa i përket polemikës që zhvillon një teolog me një intelektual ateist. Pra është diçka e veçantë në literaturën shqiptare, e cila ka zënë vend për mendimin tim. Hafiz Ali Karaja ka qenë, po themi, erudit, ka njohur disa gjuhë, ka patur shkëmbime letrash dhe me filozof gjerman dhe austriak, pra ka qenë një niveli botëror nëse mund themi kështu. Sigurisht, fatkeqësisht komunizmi pastaj bëri që këta persona të burgoseshin dhe të vdisnin në përbuzjet e kohës. Pra sfida e jon ose e brezave të sotëm është që së paku atë pak që ata kanë lexuar ta ruajnë si sytë e ballit dhe ta lexojnë dhe të nxjerrin po themi mësime sepse janë autentike, janë origjinale të shqetësimeve të vendit tonë. Po sfidat pak a shumë të njëjta janë me fjalë. Pra ato sfida që kanë pasurinë shqiptare në atë periudhë, siç janë plagët sociale, imoraliteti apo ateizmi, pak a shumë në dimensione apo në forma të trajta të ndryshme vazhdojnë edhe sot e kësaj dite. Pra në thelb si themin e problemeve shoqërore janë po ato. Nëse i rikthehemi pak atmosferës, po themi, të qytetit dhe të xhamive. Ju thatë që qeveria asaj kohe merrte masa që të zbukuronte, po themi, sheshet, ndriçonte rrugët me parën e hënës Ramazanit, po dhe xhamiat brenda vetes i gjallëroheshin. Nëse marrim, po themi, një raport midis popullsisë dhe numrit të xhamive. Si ishte raporti i objekteve fetare në raportin e sot? Atëherë duhet të kemi parasysh që përveç xhamive kryesore, që kishte kryeqyteti apo qytete tjera shqiptare, pothuajse çdo lagje ka pasur nga një xhami. Pra qytete si Shkodra mund të kenë pasur diku te 30-35 xhami, sigurisht jo të gjitha të kishin të njëjtën rëndësi për sa i përket aspektit arkitekturor, pra jo të gjitha ishin xhami të rëndësishme, të mëdhaja, të bukura apo osmane, por një pjesë e tyre ishin me xhamime të ndërtuara me mjete të tjera, me dorasa e tjerë, të cilat luanin rolin, funksionin e xhamive të lagjeve. Po që tregonin kështu rëndësinë ose nevojën e shoqërisë për të ushqyer vazhdimisht me këtë botën shpirtërore, për praktikuar fenë islame. Patjetër. Një detaj që dohet theksoj është kjo që përveç teologëve të rëndësishëm që mbanin pra këto ligjëratat nëpër xhamit e Tiranës për qyteteve tjera, këtu merrin pjesë edhe të rinj, sidomos medresistët e vitit 4, pra ata nxënësit që ishin kandidat për të bërë klerik apo edhe specialistë të fushave ndryshme, sepse medreseja e Tiranës nuk ka prodhuar vetëm klerik, ka prodhuar shumë figura të rëndësishme që edhe pas komunizmit kanë dhënë kontribut në gjuhësi apo në shkenca tjera eksakte apo shoqërore. Pra edhe komunizmi, edhe pse nuk i kishte qef hiç nëse mund themi kështu, potencialin e tyre, intelektualizmin e tyre e shfrytëzoi në shumë sfera të aparatit shtetëror. Patjetër, një pjesë e këtyre që ishin medreses përgjithshme, pas 44-s, për shumë siç është Shaban Demiri. Shaban Demiri ka qenë në fund fare dhe kryetari i Akademisë së Shkencave në vitet 92-97, por ka qenë për 30 vjet shefi i departamentit të gjuhës shqipe pra në Universitetin e Tiranës. Pra ka qenë një nga gjuhëtarët më kompetent, më autoritar në fushën e filologjisë. Pra ka pas figura të tilla që kanë dhënë kontribute të jashtëzakonshme. Një pjesë e këtyre janë përsekutuar, por ata që shpëtuan ishin njerëz shumë kualifikuar sepse programi dhe niveli i medresesë përgjithshme të Tiranës ishte shumë i lartë. Pra ata dilnin aty të paktën me 3-4 gjuhë të huaja. Ka qenë nxënës të Vebi Dibrës, të Hafiz Ali Korçës, të njerëzve të mëdhenj. Hafiz Ali Korçës, ata përveç gjuhëve orientale sigurisht dilnin me frëngjishtën, dilnin me anglishtën që ishin gjuhë shumë të rëndësishme, edhe janë së kësaj dite, dhe prandaj ishin njerëz me një background shumë të konsoliduar. Nëse i kthehemi festës së Bajramit, që natyrisht njerëzit gëzojnë dhe mundohen që po themi këtë festë ta transmetojnë së paku te familjet e tyre. A ka diçka që po themi na vjen nga dokumentat asaj kohe mbi atmosferën e festave të Bajramit? Sigurisht që ka shumë informacione për festën e Bajramit, madje edhe para, normalisht përgatitja se nuk e theksuam, por përgatitja për Ramazanin fillonte 3-4 muaj para Ramazanit. Do të kemi parasysh fillonte shumë më herët. Kjo fillon që me gastronominë, pra që me gozhinën, pra kishte
produkte ushqimore që përgatiteshin që para se të vinte Ramazani. Ka kishte një menú të veçantë, po, që i përshtatej edhe ritmit të ditës që është agjërueshme. Për shembull, bie fjala mushti ose pekmezi, përgatitej që muslimanët përdorin në petull gjatë muajit Ramazanit. Përgatitej disa muaj përpara se të vinte Ramazani, pra ishte një produkt specifik që i dedikohej, nuk do të mungon tavolinës. Po kishte edhe produkte tjera apo nën produkte që përgatiteshin përpara. Edhe për Bajram, sigurisht që muslimanët atyre viteve edhe aspektin shumë material, madje Ramazani ose hapja e iftarit, edhe në atë kohë lajmërohej me atë, me fishek zjarre, bëheshin tender, bashkitë e qytetet e ndryshme shqiptare bënin tender për të blerë këto fishek zjarret dhe çdo iftar, hapja e iftarit pra lajmërohej me fishek zjarre, pra me atë zhurmën. Fishek zjarre, se dikur i thoi topi, po ato kanë fishek zjarre realisht në kuptimin e plotë fjalës. Po që bëhej kryesisht në zona të larta, kush kishte qytet që kishin kalas zakonisht bëhej në zonën e kalas. Zonë e kalas patjetër. Gjatë Ramazanit, edhe kjo do të theksuar që në xhamit e ndryshme të kryeqytetit dhe qyteteve tjera bëhej edhe leximi i Kuranit me zë, pra mukabele. Një lexues i specializuar, pra që kishte zë shumë të bukur apo që lexonte shumë mirë në raport me normat e leximit të Kuranit, e lexonte me zë të lartë pjesa tjetër që të ndiqte dhe korrigjonte vetveten, pra perfeksiononte mënyrën e leximit. Ishte një lexim, po themi në bashkësi, në bashkësi. Në kuadër të kësaj mbaheshin, lexoheshin dhe hatme për qoftë për familjar të besimtarëve, por edhe për figura të rëndësishme shtetërore. Për shembull, në atë periudhë kam gjetur një dokument që lexoi hatme për babain e mbretit Zog, bie fjala. Sepse mbreti Zog do të kemi parasysh që ishte kryetar shteti, por nga ana tjetër, pra përpiqen të bante një ekuidistancë ndaj komunitetit fetare, të dy dimensionet, por nga ana tjetër ai është përpjekur që për sa i përket jetës private, është përpjekur që të paktën besimin e prindërve ta respektojnë maksimum. Unë kam gjetur një dokument për shembull që ky dërgon dy klerik shumë nderuar të atyre viteve, një nga ata ka qenë Ismet Dibra, si bedel në haxh për shpirtin e nënës vet, Sadie Toptanit ose Zogut. Pra i përpiqej që edhe pas vdekjes së nënës, mbretëresh, të respektonte këto sensibilitetet, ndjeshmëritë fetare që kishte familja e tij. Por në publik ai sigurisht që përpiqej që mbante një qëndrim të balancuar ndaj të gjitha komunitetet fetare. Edhe xhamia e Sarandës sot është kontributi motrave të mbretit Zog, së paku nga dëshmia e besimtarëve të Sarandës, që tregon që së paku në rafshin besimtar, fetaria nuk ka munguar edhe tek ata që ndoshta duket sikur ishin promovuesit e shekularizmit. Një aspekt tjetër po aq interesant është fakti se besimtarët e atyre viteve përpiqeshin që të organizonin iftare dhe syfyre edhe për fëmijët jetim, por edhe për besimtarët të cilët ishin jo të njëjtit niveli për sa i përket aspektit ekonomik. Pra kishte iftare syfyre nga gjithë ata persona që kishin mundësi të jepnin iftare dhe syfyre. Pra ka pas një atmosferë shumë të këndshme, e cila edhe sot kësaj dite është rigjallëruar pak a shumë, por në atë periudhë mundësitë ekonomike nuk janë ato që kemi ne sot dhe restorantet apo lokalet e tjera. Një vëmendje shumë e rëndësishme i kushtoi jetimëve. Në atë periudhë në Tiranë funksiononte streja varfënore ose jetimorja e Tiranës, e cila gjithashtu ishte themeluar nga një klerik shumë i rëndësishëm, si Zyber Haululli, që ka qenë edhe kryetari i Bashkisë Tiranës, kryetari i parë i Bashkisë Tiranës, edhe mufti i Tiranës. Edhe themeluesi i strejas varfënore në vitin 1917, në vitet e luftës së parë botërore. Pra duke mbetë shumë fëmijë jetim në atë periudhë, ai së bashku me parinë e Tiranës, me intelektual, klerik dhe patriot atyre viteve, vendosën që me kontribute vullnetare në 17-ën të hapnin themelonin strejën varfënore. Pra një pjesë e këtyre jetimëve merreshin për iftare, për syfyre. Sigurisht edhe medresistët, madje për medresistët, Komiteti Musliman Shqiptar përgatiste një menu të veçantë gjatë muajit Ramazanit, pra e cila përgatitej nga drejtori i medreses dhe firmosej, pra aprovohej nga Këshilli i Komitetit Musliman dhe nga kryetari. Pra edhe për nxënësit përgatitej menu e veçantë, por edhe për fëmijët e strejas varfënore kishte një plan lidhur me aktivitetet që do të bëheshin për këtë kategori sociale. Pra kishte një solidaritet social. Pra duket se ka qenë një muaj shumë i pasur me atmosferë, me kontribut, me solidaritet, me lexim, me lutje, me rituale të shumta.
Dhe normalisht e gjitha kulmohet besoj me festën e Bajramit, e cila ishte po themi edhe fest, por se edhe një lloj triumfi mbi veten në farë. Po, Ramazani, festa Bajramit pak a shumë ka qenë si sot, me fjalë, njerëzit në atë periudhë dilnin për vizita, në rrugë kishte fëmijë të cilët loznin, luanin, qeshnin, plot hare, të mëdhenj të cilët i jepnin diçka ëmbëlsirë apo dhurata të vogla për të bërë qefin. Pra, në atë periudhë madje edhe për fëmijët ka pas një plan të pashkruar sigurisht, por familjet shqiptare përpiqen që fëmijët i angazhonin gjatë muajit të Ramazanit, pra ata agjeronin jo gjatë ditës, po deri nga ora 12, deri nga ora 1, deri në drek. Madje kjo traditë me sa mbaj mend kur jam qenë i vogël, ka filluar në Shqipëri të rigjallërohet edhe pas 91, dhe ne në fillim ashtu kemi filluar agjerimin, pra deri në drek, deri në ora 1, pastaj duke u rritur, duke e plotësuar. Pra, këto janë tradita shumë pozitive, shumë bukura, të cilat edhe së kësaj dite ja vlen që ne ti ripërsërisim apo ti. Dhe mbi gjitha sot është ditë ku po themi bota shpirtërore është më e varfër se kurto, dhe kjo ashpërsi dhe kjo thatësi, kjo shtërpësi e botës shpirtërore pastaj reflektohet dhe në shumë problematika tjera. Po ndalemi pak tek vjushmëria, për kjo atmosferë, normalisht me ardhin e komunizmit kuptohet që u dëmtua shumë, u zvogëlua, madje erdhi dhe momenti kulminant në gjerë 7 ku u ndalua me ligj. A pati prej po themi klerikëve ose prej besimtarëve që vazhduan ta mbanin Ramazanin ose dhe të krijonin atmosferë brenda familjes vet? Atëherë për arsye punë më zgdash që të merrem shumë me këtë temë, sepse te historia e Shqipërisë kam pas komitet fetare dhe kam parë shumë dokumentacion të arkivit ton lidhur me praktikat fetare dhe luftën që i bënte shteti mbas 44-s. Sigurisht në atë periudhë muslimanët shqiptar dhe të gjithë besimtarët përpiqeshin që t'i vazhdonin gjitha praktikat fetare. Nuk ishte lehtë, ishte shumë e vështirë sepse nga ana drejtuesve të ndërmarrjeve, fabrikave, kooperativave, kishte shumë provokacione për t'i detyruar besimtarët muslimanë që ta prishin agjërimin. Pra duke i ofruar ushqim ose duke i provokuar me forma nga më ndryshme. Dhe në literaturën apo në gjuhën e kohës, nga autoritetet komuniste, pra nga institucionet, kjo konsiderohej si rezistencë pasive. Pra kjo është një rezistencë pasive, sepse ata nuk mund të kapin armët në rrethana e regjimit komunist, por çdo besimtar përpiqej që të bënte një farë rezistence pasive. Madje në 67-ën kur prishet një pjesë e mirë e xhamiave më të rëndësishme shqiptare, pra xhamiat me karakter historik dhe me vlerë arkitektonike, pak xhamia, shumë pak si e Tembeut apo disa xhamia në pak qytete shqiptare u ruajtën, pra nuk u prishën, po kthyen në depo apo në magazina e tjera. Dhe në dokumentacion e kohës në punësit ngrinë shqetësimin që muslimanët dhe kur kalojnë anash xhamis kthejnë kokën tek xhamia, pra ne duhet i prishim t'i rrafshojmë me tokën që ata mos kenë më mundësi që të kthejnë kokën kur kalojnë aty. Pra, u përpoqen që dëmtojnë memorien kolektive, pra që jo vetëm që t'i zhdukin objekte e kultit, por t'i dëmtojnë muslimanëve dhe memorien kolektive. Pra mos kenë më në memorien e tyre objekte e kultit fare. Për këtë arsye, pra ata e vlerësojnë si një rezistencë pasive këtë gjë. Rezistenca pasive vazhdoi deri në Athenishin, ku një pjesë e mirë besimtarëve musliman u përpoqën që ta mbajnë muajin e Ramazanit në kushte shumë vështira, pra edhe në kushte konfidenciale, pra që mos e merrnin vesh kolegët në punë apo kooperativa ku punonin njerëzit, dikush shumë më pak, po kishte edhe njerëz që falin namazin, pra ishin besimtar praktikant, edhe ata në rrethana shumë vështira. Por në fillimet e komunizmit ka pas edhe ekstremitete që një pjesë e klerikëve musliman, që kanë ndodhur në qytetin e Shkodrës sidomos, nuk kanë dalë nga shtëpia, pra janë mbyllur në shtëpi, dhe nuk kanë dalë një vit izolim total me fjalë, pra nuk kanë dalë për vitesh nga shtëpia derisa kanë ndruar jetë. Thjesht për të jetuar pra Islamin në kushte ekstreme të atyre viteve. Ndërkohë, një figurë e rëndësishme është Hafiz Abrikoçi, i cili ka bërë një rezistencë të madhe gjatë periudhës së komunizmit. Komunizmi e ka burgosur, e ka torturuar me format e veta, e ka bërë shumë presion, por sa i doli më i fortë se komunizmi, dhe është një dëshmi e spaku e brezave 90. Çfarë mund të themi për këtë figurë, të cilët do të thash më afërta në kohë se shumë të tjerë? Hafiz Abrikoçi është një hero i kohës tonë, pra është një hero që ne kemi pasur fatin ta njohim i fjalë dhe ta jetojmë kohën e tij, sepse është një personalitet i cili e fillon karrierën e vet fushën
e teologjisë para 44-s, sepse ishte i ri dhe mbas 44-s. Dhe për fat mirë edhe mbas 91-shit si një nga drejtuesit kryesor të komunitetit musliman shqiptar. Sabri Koçi është një figurë e cila me shembull edhe personal ka qenë model edhe brenda burgut, pra një pjesë e burgosëve politik, të cilët kanë botuar libra memorialistik pas 91-shit, e përmendin Hafizin si një praktikant dhe një besimtar shumë korrekt edhe në kushtet e burgut. Ka qenë i pashmangshëm edhe në jetën brenda burgut. Ai ka gjuruar edhe në ato rrethana shumë vështira të burgut, kur mungonte ushqimi ose rrethanat materiale për ta gjuruar, por ai ka qenë një stoik i vërtetë. Madje, unë duhet të parafrazoj një shprehje të Hafiz Ali Krajës, i cili edhe ai ka qenë një burgosër politik në ato vite, ku në atë momentet kur dilte për ajrosje, i thot atyre gardianëve të burgut, ushtarëve, që i thot, ne i thot, në të vërtetë nuk jemi burgosur jeni jo, sepse ne jemi burgosur fizikisht, por shpirtisht jemi të lirë. Ndërsa ju i thot, jeni të lirë fizikisht, por jeni të burgosur në aspektin shpirtëror. Kjo është një kujtim që ma ka thënë një djalë i cili ka pasur babain burgosur Hafiz Ali Krajën. Pra edhe këta edhe Hafiz Ali Koçi ka qenë një burgosur fizik për 22 vjet. Ama shpirtërisht ai ka qenë një person i lirë, i cili është përpjekur që edhe në kushtet e vështira të burgut të jetojë, ta gjerojë dhe të praktikojë normat e fesë islame. Mendoni që në kurrikulat e shkollës shqiptare, në dokumentat, në arkivet, ka shumë çka duhet, po themi, mbledhur, strukturuar dhe jetësuar së paku për brezat e ri, raport me atë se kush kemi qenë, cilat sakrifica na kanë shoqëruar dhe çfarë mësimesh duhet të nxjerrë. Pra, si historian, çfarë shqetësime keni mbi arkiven shqiptar dhe mbi dokumentacionin? Atëherë, po t'i referohemi edhe kontributit tani që klerikët musliman kanë dhënë gjatë këtyre fazave të krijimit të shtetit shqiptar dhe funksionimit i tij. Për shembull, Hafiz Ali Korça ka një vjersh, ku thot, nuk e di me çmendje vën, kush s'ka fe a do atë vën, duhet të mendohen pak fe a dhe janë binjak. Pra klerikët tanë të parë tanë janë përpjekur që dashurinë për fen mos a ndajnë nga dashuria dhe detyrimet që ka çdo individ, çdo musliman shqiptar për atë dhën. Pra, ne duhet përpiqemi që duke marrë këta klerikë si model, përpiqemi që të vazhdojmë rrugën e tyre, pra edhe të jemi musliman të mirë, por edhe shqiptar të mirë, sepse një musliman i mirë patjetër që do jetë një shqiptar i mirë. Pra do jetë një shqiptar i ndershëm, korrekt, në raport me veten, me shoqërinë, me shtetin, me profesionin që ai bën e tjerë. Pra shqetësimi im ky është që ne duhet të bashkojmë pra dijen, fen me atë dashurinë. E këto të dyja gjithmonë kanë qenë bashkë, pra të sakrifikosh për vendin tënd, ti je atëtar, do thotë që ke një ndjenjë që është përtej, po themi, interesit tënd si individ ose interesit tënd material. Pra është një ndjenjë sublime e cila më shumë frymëzohet nga qielli sesa buron nga materia. Dhe edhe shtetet përreth, në një farë mënyrë, nacionalizmin e tyre kryesisht e kanë të, po themi, të frymëzuar me koncepte fetare. Të duhet dhe do jetë e nevojshme dhe është kombëtare që atë identitet që ne e kemi, atë të shkuar që ne e kemi, atë prezencë fetare që e kemi, t'i japim vendin e duhur për të qenë edhe adetar më të mirë, edhe qytetar më të mirë. Sigurisht ne patjetër që duhet, madje unë duhet përmend diçka tjetër që kemi afërsisht 6 abetare të botuar nga klerikët musliman, pra 6 abetare dhe një alfabet. Një alfabet i hartuar nga Hoxha Santasini, me gërma latine, i cili përket fundit shekullit të 19, por 6 abetare ka qenë vitin 1800. Po, 1800, ai pastaj është një figurë shumë e rëndësishme intelektuale, madje në fund të shekullit 19, në Perandorinë Osmane merri si modeli ulemas, pra një kleriku bashkohor i cili bashkon fen me shkencën. Ky është problemi që kanë muslimanët edhe sot për mendimin tim, duhet që të bashkojnë fen me shkencën. Pra, të jenë edhe musliman të devotshëm, njerëz praktikant devotshëm, por nga ana tjetër të jenë edhe profesionistë të mirë. Pra, në ato fusha, pra dikush është mjek, dikush është filolog, dikush është inxhinier, arkitekt, mësues, po edhe një kamarier, ta bësh mirë atë punë që bën, pra ta bësh me dashuri ose me përkushtim. Pra duhet që patjetër ne t'i bashkojmë këto dy elementë, pra besimin me zhvillimet bashkohore.
si model është Hoxha Santasini, madje ky ka qenë një figurë që ka edhe idenë e krijimit të një gjuhë të përbotshme, disa vite përpara se dilte shpikësi i Esperantos, pra gjuhës përdoruar bashkimit të pra ka idenë i parë si shkencëtar. Dhe pra modeli musliman bashkëkohor kjo do të jetë pra një person i ditur dhe besimtar, sepse sot ne nuk vuajmë se ka njerëz pa ditur. Ka njerëz të ditur, fusha ndryshme, por problemi është që atyre mungon ajo ana humane, shpirtërore dhe një person shtoj që përmendet Kur'an pak a shumë, mos gaboj, dije pa dobishme. Pra njeriu ka dije pa dobishme. E ka dijen, po nuk është në funksion të dobis, po themi, dobis reale, sepse shoqërisë, po. Krijesës, pra njeriu. Pra ne sot mund të kemi dije, po nëse nuk i shërben njeriu, komunitetit, njerëzve, atëherë kjo dije ne na kthehet për mendimin tim në një barr. Pra çdo person që ka, se në përgjithësi ka shumë filozof mendimtar që kanë shumë dije, po duke pas dijet pa dobishme i kthehet në burim stresi apo depresioni. Pra shumë nga këta përshton depresionin se sa qartësinë. Patjetër. Pra duhet bashkojmë anën shpirtërore me anën materiale, pra me dijen, me teknologjinë sepse sot kemi zhvillime shumë të rëndësishme teknologjike që çdo musliman sot mund bëhet i ditur duke përdorur telefonin. Pra çdo musliman mund bëhet aksesin për akses të jashtëzakonshëm për të marrë dije për po themi për të qenë i dobishëm në shoqëri, e ka më të thjeshtë, por se dhe motivimin fetar e ka gjithashtu prezent vazhdueshëm dhe çdo punë do ta bënte me amanet, do ta bënte me kujdes të veçantë. Zotë Bellon, falenderoj shumë për këtë bisedë, për këto kujtime që shpesh i sillni përmes bisedave tuaja, përmes ligjërimeve tuaja dhe rrjeteve sociale gjithashtu. Faleminderit shumë. Ju faleminderit juve dhe agjërim të lehtë gjithë besimtarëve musliman. Faleminderit. Normalisht këtu e mbyllim takimin e sotëm, folëm për të shkuarën e shqiptarëve, për agjërimin dhe Ramazanin e tyre, folëm për periudhën e vështirë që kanë kaluar në komunizëm, po folëm gjithashtu edhe për emra të jashtëzakonshëm si Vebi Dibra, si Hafiz Ali Korça, si Hafiz Ali Kraja dhe shumë të tjerë të cilët duhen rikthyer në vëmendjen tonë për të frymëzuar brezat të cilët do të vazhdojnë rrugën e tyre si besimtar të mirë dhe adetar të mirë gjithashtu. Unë falenderoj që qëndruat me ne, të jemi sërish nesër së bashku, kalofshi sa mirë.